Si lindi kjo platformë dhe pse pikërisht ky emërtimi me zemër? Unë kam 22 vite që jetoj me familjen në Milano dhe çdo verë të fëmijërisë time i kam kaluar në Shqipëri dhe kam këtë kujtimin e prindërve të mi, të mamit tim, që sa herë mbaronin pushimet në Shqipëri, mbushte këto valigjet, këtë makinën me produkte nga më të ndryshme, domethënë nga çaj, nga rakia, nga mjalti, djathrat. Cili është ai klienti më besnik i juaj, le të themi, në platforma? Diaspora është klienti jon ideal dhe më i mirë. Kategori tjetër klientësh që kemi është patjetër turisti që vjen në Shqipëri ose që dëshiron të vizitojë Shqipërinë dhe dëshiron të rikujtojë ato momente të bukura që ka kaluar në Shqipëri, por me komoditetin në shtëpisë. Kemi dhe blerës ndërkombëtar, të cilët janë gjithnjë në kërkim të produkteve të veçanta. Rakia është produkti më i kërkuar online dhe është shumë i vështirë ta gjesh online.